Mire se vini në një episod të rite e drejta e imigracionit, podcast I kushtuar të drejtë së migracionit dhe mbrojtjes së të huajve në Itali. Sot do të flasim për një temë shumë konkrete, por që ende shkakton ke kuptime dhe pengesa në praktike. E drejta e kërkuesve të mbrojtjes ndërkombëtare dhe plotësuese për të hapur një llogari bankare ose postare në Itali. Hapja e një llogari bankare nuk është privilegj, ajo është një e drejtë themelore e njohur si nga legjislacioni italian ashtu edhe nga ai evropian dhe përben nga mjetet më të rëndësishme të përfshirjes sociale dhe financiare. Kjo nga viti 2000 ose me dekretin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave nëpër 7 në Itali është krijuar ashtu quajtura llogari baze e hapur për çdo person që qëndron ligjërisht në vend përfshirë edhe ata që janë në pritje një vendimi mbi kërkesën e tyre për mbrojtje. Kjo llogari lejon operacione thelbësore, depozita, tërheqje, pagesa dhe transfertat elektronike. Ky e drejtë është konfirmuar zyrtarisht edhe nga Poste Italiane, e cila që nga qershori I vitit 2019 një mundesin e kërkuesit e mbrojtjes të hapin një llogari baze banko posta duke paraqitur legjen e përkohshme të qendrimit ose dëshminë e kërkesës për rinovim të lëshuar nga Komisariati Questura. Ka qenë një hap I rëndësishëm përpara rezultat I ndërhyrjeve ligjore dhe ankesave të shumta të paraqitura nga profesionistë të fushës, përfshirë edhe studion time ligjore në disa komunikime zyrtare, përfshirë protokollet PB 209.0, PB 200.288, PB 200.048 dhe PB 200.603 të vitit 2025. Poste Italiane ka sqaruar se legja e përkohshme e qendrimit për mbrojtje ndërkombëtare ose plotësuese është dokument I vlefshëm për identifikim dhe për hapjen e një llogarie baze. Nëse kodice fiskale është I shënuar në dokument, ai mund të përdoret edhe si provë fiskale. Refuzimi për të hapur llogarin e përben shkelje të një të drejtë subjektive të njohur nga ligji dhe në disa raste mund të konsiderohet diskriminim. Në këto raste, personi I dëmtuar mund të paraqesë ankese formale pranë Poste Italiane ose bankës përkatëse të drejtohet tek arbitri bankar dhe financiar ABF ose të njoftojë Bankën e Italisë, e cila mbikëqyrë sistemin bankar. Hapja e një llogari bankare është shumë më tepër se një veprim financiar, ajo është kusht themelor për të punuar në mënyrë të ligjshme, për të marrë pagjen, për të paguar kirane, për të përdorur shërbimet shëndetësore dhe për të përfshirë plotësisht në jetën shoqërore. Është në çdo kuptim një formë shtetësi ekonomike. E drejta për të hapur një llogari bankare për ata që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare ose plotësuese është një shprehje konkrete e dinjitetit njerëzor dhe një mjet real për integrim të vërtetë. Zbatimi efektiv I kësaj të drejte do të thotë ndërtimi I një shoqërie që nuk përjashton po përfshin një shoqëri ku ligjshmëria dhe integrimi fillojnë nga diçka aq e thjeshta, por aq e domosdoshme sa një llogari bankare. Unë jam avokati Fabio Lo Scherbo dhe ky është e drejta e imigracionit, podcast I ku shpjegon ligjet të drejtat dhe rastet reale të ligjit të huajve në Itali. Dhe gjohemi në episodin tjetër.